Në kuadër të festës së Pashkëve katolike, besimtarët katolik të qytetit të Lushnjës kremtuan dje meshën e shenjtë, e cila u zhvillua në kishën e shenjtëve Pali dhe Pjetri. Mesha u drejtua nga Don Mark Tusha, i cili në fjalën e tij theksoi rëndësinë e kësaj dite të shenjtë, duke e cilësuar Pashkën si simbol të ringjalljes, shpresës dhe besimit tek Zoti. Ai u bëri thirrje besimtarëve që të përcjellin mesazhe paqeje, dashurie dhe solidariteti në familjet dhe komunitetin e tyre. Zoti i sjell paqen to, sjell mirësinë, t'i ul në gjakrat e njerëzve dhe etjen për pushtet, por të hapë rrugën e dialogut, paqes dhe të mirësisë. Bota gjithmonë ka nevojë për paqe, por jo më shumë se sot, në këtë ditë, në këtë kohë. Bota jonë ka nevojë për paqe. Prandaj me këtë ndjenja le t'i kërkojmë Zotit falje dhe ne, si jena pjesëtarë të kësaj lufte, me mendimet tona, me veprimet tona, me sjelljen tonë, sepse nuk jena të qetë, nuk jena të denjë, nuk jena të thjeshtë, nuk e kena të zemër të përvujt që me pranun njëri tjetrin. Le ta fillojmë pra duke kërkuar falje Zotit për vete dhe për gjithë ata njerëz që nuk dinë kur të kërkojnë falje, por kanë vetëm etje për pushtet. Në këtë mesh morën pjesë edhe kryetaria e Bashkisë Lushnjë Eriselda Sefa, nënkryetaria Maldrita Bardho, deputetët Elton Koreshi, Kiduina Zaka dhe Asloral Haxhiu, si dhe kryetari i Këshillit Bashkiak Erjet Dhima e të tjerë. Në përfundim të meshës, përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe deputetët uruan besimtarët katolik gëzuar Pashkën më shumë paqe, shëndet dhe mirësi në familjet e tyre. Në këtë ditë të shenjtë feste, dua të përcjell urimet më të përzemërta për besimtarët katolik, gëzuar Pashkët. Kjo fest, e cila sjell mesazhin e shpresës, dashurisë dhe harmonisë për jetën, festa e ringjalljes, le të jetë një motivim për të forcuar sa më shumë solidaritetin dhe mirëkuptimin me njëri tjetrin. Dua të uroj të gjithë të krishterët, por gjithashtu edhe të gjithë qytetarët e Lushnjës sa më shumë paqe, begati dhe harmoni të kenë në familjet e tyre. Për gjithë besimtarët katolik, gëzuar Pashkën, paqja, begatia dhe mirësia mbi të trofsh në familjet e tyre, gëzuar Pashkën për shumë vjet. Uroj të gjithë besimtarët katolik gëzuar Pashkën. Kjo festë e shenjtë na rikujton edhe një herë fuqinë e ringjalljes, të besimit dhe të shpresës se pas çdo vështirësie vjen një fillim i bukur. Paqja dhe bekimi i Zotit mbi zotëroft në zemrat dhe gjithë familjet tuaja.